Faleminderit kryetar. E para po linda me njoftimet që besoj që secilit i kanë ardhur në raport me ndërprerjet e energjisë elektrike dhe thirrjes për kursimin e energjisë elektrike. Duke pasur që gjatë kësaj periudhe të fushatës zgjedhore ka ndërprerje të energjisë anë kënd vendit, konsideroj që prej KQZ-s nevojitet një komunikim i drejtë me ministrinë, por edhe me institucionet edhe organet të tjera, në këtë rast edhe me KEC-in edhe me KESCO-n edhe KOST-in, kushdo që është i nevojshëm për të harmonizuar edhe për të pa se ku mund të kemi sfida për ditën e zgjedhjeve. Pra po flasim për procesin e numërimit që bëhet pas orës 19, por edhe që ka të bëjë me funksionalitetin edhe të kamerave në çdo vend votim. Por edhe me kapacitetet ekzistuese të qendrave të votimit, shkollave në këtë rast, me generator, në qoftë se janë të pajisur me till, konsideroj që nevojitet një planifikim i detajum i sekretariatit në raport me secilën qendër të votimit, por edhe në anën tjetër të shpalosim me sfidat tona që mund t'i kemi me qendrat komunale të numërimit, me secilën qendër komunale të numërimit, sepse i gjithë procesi i numërimit tashmë është i mbarur prej teknologjisë, pra nuk janë gjëra që bëhen manualisht, po bëhen përmes kompjuterëve dhe përmes serverëve dhe softverëve që janë të pajisur këta kompjuter. Prandaj konsideroj që është mëse domosdoshme një komunikim zyrtar, por edhe konsultativ, kështu prej juve kryetarët me këto institucionet që me pas një orientim se çka dhe qysh ka me vepru ditëve në VM, e veçanërisht për ditën e zgjedhjeve. Edhe pse ne tashmë i kemi do komisione komunale të zgjedhjeve, disa dhoma operative të cilat kanë me bërë një komunikim, po mendoj që duhemi me ditë qartë se çka po na pret përpara në ditën e zgjedhjeve dhe pas ditës së zgjedhjeve. Më është çështje që do të vjen fund viti edhe ngarkesat do të jenë të mëdha. Ne me Besnikun e kemi biseduar edhe çështjet edhe të komunikimeve, se ky ka qenë komunikim të vazhdueshëm, edhe me KEC-in me pa. Janë 2 regione në Kosovë që kanë problem me infrastrukturë, me rrjet, transmision. Është rrjeti është Gjelani dhe është Malisheva. Ndëgjoni tash, bën më përzi se unë jam të folë. Edhe e di ku janë. Gjithkohë mundet me qenë, po këto 2 regione janë regione të cilat kanë pas shumë probleme. Dhe normalisht që KEC-in komunikimi kanë treguar kryeshefët. Unë them kryeshef, drejtar. A keni ndërmarrë diçka që në ato pozicione me pas pjesën alternative, se energji mundet më pas sa dush, e kur te i kalohet atje të bjen, rrjeti s'punon, del jashtë funksionet. A keni ndërmarrë në këto 2 regione më pas që qendrat e votimit më pas burim alternativ të energjisë? Një 10 ditë kemi pas një takim me KEC-in, e kemi pas një takim në këtë sallë. Edhe ajo që i ka interesu KEC-it është ka qenë çështja e generatorëve që janë në dispozicion në qendrat votimit. Edhe në këto dhona e kemi marrë për krejt komisioneve komunale zgjedhore, edhe ka prej qendrave të votimit që nuk kanë fare generator, ka edhe qendrat të votimit që kanë generator, por që generatori është i lidhur vetëm për ngroje, po jo për ndriçim. Në të bazuar në zgjedhjet e kaluara, KEC-i në këto zonat që kanë qenë më problematike i ka ofruar vetë llampat në vend votime. Po kësaj here ata kanë dashur me pa gjendjen e generatorëve në mënyrë që përmes ekipeve tyne në terren me aktivizu generatorët. Po është problem që është e vërtetë që zona më e rrezikuar është komuna Malishevës, është për shkak të transmisionit. Transmisioni nuk është çështje kompetence KEC-it, po është kompetence KOST-it, që nuk ka arrit ende me e finalizu projektin për transmision. Kështu që zona Malishevës është e vërtetë që është zona më e ndihshme në këtë territorin e Republikës Kosovës. KEC-i ka ato informata, i ka informatat edhe për numrin e generatorëve që janë në dispozicion në qendrat votimit, edhe informatat sa prej atyre generatorëve janë të disponueshëm për ndriçim në qendrat votimit. Kështu që ditëve në VM, këto 2 ditë sa kanë mbetur, ne kemi me komunikuar me ta, edhe kemi me pa mundësinë cilat janë opsionet e tyne pas marrjes së informatave nga ana jonë lidhur me generatorët në qendrat e votimit që përdoren më 22 dhjetor 2025.